Konsumoni një lugë mjaltë çdo mëngjes dhe do befasojeni me atë që ndodh. Ajo çfarë hani dhe si të zgjoheni nga gjumi është tejet e rëndësishme për organizmin tuaj gjatë ditës. Niseni ditën mbar dhe shëndetshëm me një lugë mjaltë në mëngjes. Mjekësia popullore e gjithashtu studime të ndryshme e vlerësojnë se nisja e ditës duke konsumuar një lugë të vogël me mjaltë është mënyra ideale për t'i dhënë fund energji të gjithë trupit tuaj. Mjalti ka një përdorim të gjerë jo vetëm si ëmbëlsues. Përpara shpikjes antibiotikëve, ai përdoret gjithësisht për të trajtuar probleme të ndryshme si dhe ato të lëkurës. Gjithashtu është të përdorur për të zbutur kollon ose si matkure. Mjalti përmban sasi të vogla proteina, folat, vitaminën C, vitamina të tjera të rëndësishme për organizmin tuaj. Vlera do me thënë se të mjaltit vijnë edhe nga mineralet e shumta që ai përmban. Pra, konsumi një lugë mjalte çdo mëngjes do t'i jap trupit tuaj të gjithë elementet e nevojshëm për një ditë të mirë.